Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, paralajmëroi Kosovën se ciklet e shpeshta zgjedhore janë arsye kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Në kuadër të samitit mbajtur në Bruksel, Kallas u tha gazetarëve se ekziston gatishmëri nga të dyja palët për takime në kuadër të dialogut. Well, we had actually planned the Belgrade-Pristina dialogue, high-level political dialogue. I had both agreement from both leaders from Kosovo as well as Serbia, but now we have elections in Kosovo coming up again, which is of course pushing this forward. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderëve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin, tha Kaja Kallas. Sipas saj, Bashkimi Evropian po vazhdon angazhimin përmes punës me të dyja palët me qëllim zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese. I'm working separately with both of them so that we can move on with the implementation of the agreements that are already in place. Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes që tashmë janë në fuqi, deklaroi mes të tjerash Kaja Kallas. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauko Njusa, deklaroi se vendi kërkon trajtim të barabartë të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se ai është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Sipas tij, ky proces nënkupton që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Also, we want to have an equal and fair treatment by European Union. We are ready as Kosovo to move and advance within this framework of merit-based process. But at the same time, what we think is actually, what does it mean? This merit-based process is for Kosovo to have the status of candidate country and to start negotiations for accession with the European Union. Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga BE-ja. Ne si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadrit procesit bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces bazuar në merita është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Konjusa. Për dialogun me Serbinë, ministri i Jashtëm theksoi se duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Regarding dialogue with Serbia, Kosovo was always and will be always constructively engaged in the dialogue, but the dialogue needs to be concluded with mutual recognition. Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë konstruktive në dialog, por dialogu duhet përfundojë me njohje të ndërsjellë. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres më shumë optimizëm dhe rezultate konkrete, tha ndër të tjera ministri i Jashtëm i Kosovës. Kryenegociatori i Kosovës për Bashkimin Evropian Jeton Zulfaj bë thirrje që vendi të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian deklaroi se Kosova mbetet i vetmi vend pa status kandidat dhe pa nisje negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kosovo is the only country without the candidate status and opening of the accession negotiations. Apeli i ministrit Zulfaj vjen nga Kipro, ku mor pjesë në takimin jo formal të ministrave për çështjet europiane. Kosova bën progres në kuadër të procesit të Berlinit. Prishtina pranon zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale. Sipas njoftimit të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hodi ka pranuar këtë dokument nga Ministra Federale për Punë dhe Çështje Sociale e Gjermanisë, Barbel Bas. Dokumenti pritet të shërbejë si kornizë për thellimin e reformave dhe koordinimit ndërmjet vendeve të rajonit në këtë fushë në kuadër të procesit të Berlinit. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët e BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Në seancën e dytë e fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri i integrimit evropian e ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën europiane të sigurisë. Ai deklaroi se anëtarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Europës. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në tetë të takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministri i Ndërtyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauko Njusa me kryenegociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me kryenegociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive, me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të Jashtëm të Republikës Kosovës. Kongresisti amerikan Casey kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self, Torres dhe Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet dhe nisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Elliot Engel si mik historik i Kosovës. Politik. Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Hamza, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Hamza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeminist, mirëpo të gjithë garojnë për deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu dhe njëkohësisht ushtruesi detyrës e presidentes Kosovës shmangu komentet për largimet nga lista e deputetëve televizjes Vevendosje. Krahas asaj ajo shpreh shqetësimin se vendi nuk ka pasur nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Për këtë ajo fajsoi opozitën. Nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit me mandat 5 vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike. Aktualitet. Dëshmitarja Helen Fraser në seancën e së hënës në gjyqin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit pranoi se përdori inteligjencën artificiale për transkriptimin e audiove në qendrën e paraburgimit. Ajo pranoi se nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka pasur dëshifrues që flet shqipen. Unë nuk flas shqip dhe nuk kam pasur asnjë transkriptues që flet shqipen. Kështu që unë përdora transkriptuesin e inteligjencës artificiale dhe kam përmendur këtë në raportin tim. Pyetje, në fakt e keni përmendur që nuk keni pasur asnjë transkriptues të gjuhës shqipe për këto raporte. Do ju kishte ndihmuar ju të kishte një transkriptues të stërvitur të trajnuar të gjuhës shqipe për transkriptimet? Përgjigje të paktën 2 do kisha dashur të kisha. E pyetur nëse inteligjenca artificiale është mjet i mirë për të zëvendësuar transkriptuesin, Fraser tha se nuk është e dura. Fraser i deklaroi se mjeti i inteligjencës artificiale ju dha një ide se çfarë përmban audio, ndërsa përpjekja për të reduktuar zhurmën në shumë raste, sipas saj do të thotë heqje informacionit.
Dhomat e specializuara të Kosovës ka reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim special ka theksuar se raporti në asnjë pjesë të tij nuk konstaton se gjyqtarët e dhomave të specializuara kanë shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve, siç janë interpretuar disa prej gjetjeve nga institucionet e zyrtare në Kosovë. Sipas reagimit, raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e speciales bie ndesh me standardet e gjykatave europiane për të drejtat e njeriut. Ekonomi. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar. Zyrtarisht, diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rrezikeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës ngre alarmin për gjendjen e rëndë në kombinatin Trepça, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencë në minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rëndë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.